Qyteti im, shtëpia ime, dialog midis nesh, qytetar, biznesmen, bashki. Vizioni ynë për ta parë Fierin nga kuota të larta qytetërimi, Fieri, qendër urbane me prosperitet ekonomik, hapësira turistike, vlera intelektuale. Miq të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur këtu në studion e televizionit Apollon. Ju kujtojmë se kemi të ftuar nderi, do t'i quaja unë për qarkun e Fierit, zotërinjt Adil Neziraj, profesor doktor me funksion drejtori i Shërbimit Gjeologjik Shqiptar. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Është i ftuar i tjetër zoti Apostol Qirko, drejtor i Gjeologjisë dhe Hidrokarbureve për qarqet Berat, Fier, Vlorë dhe Gjirokastër. Përshëndetje dhe ju faleminderit që pranuat ftesën tonë. Atëherë le ta nisim nga aja, duke qenë se dhe ai auditor apo audiencë që na ndjek ne kërkon të di çfarë është në vetvete shërbimi gjeologjik. Të së ju falenderoj për ftesën, ju përshëndes ju si televizion dhe gjithë teleshikuesit tuaj. Për të bërë një hyrje të vogël, me të thënë se shërbimi gjeologjik shqiptar është me qendër në Tiranë, në rrugën e Kavajës, por si histori ka një histori që si çdo gjë që fillon mas luftës ka një histori që quhet sikur është filluar në vitin 52, pra ka një histori 57 vjeçare, por kohët e fundit korromuni në arkivat në Austri e tjerë, del se ka pas një zyrë gjeologjie që në vitin 1922 të drejtuar nga një gjeolog austriak Novak. Kjo sa për histori, për të thonë që vërtet ky shërbim gjeologjik ka një traditë, ka një histori. Shërbimi gjeologjik shqiptar funksionon me një ligj, i cili është ligji 8366 i datës 2/7/1998. Përpara ka funksionuar në funksion vendime qeverisë të tjera, por këtu funksionon me një ligj, sepse mbas këtij ligji ju bashkuan në disa pjesë që kryeshin jashtë shërbimit gjeologjik shqiptar, siç ishte shërbimi gjeologjik, studimi i trullit dhe studimi i ujëve toksore, pra hidrogjeologjia. Tradicionalisht shërbimi gjeologjik shqiptar ka pas përtyr dhe kryesore ka pas studimin e tokës dhe nën tokës, pra studimin për mineralet dhe ndërtimin e hartave gjeologjike të llojeve të ndryshme. Dihet që gjithë perioda mas luftës pra luftës botërore është mbështet në prodhimin dhe eksportin e trajtimin e mineraleve. Gjithë ekonomia shqiptare në një farmasë është mbështet. Dhe kështu ka qenë mineralizimet e kromit, bakrit, hekunikelit dhe mineralizimet e tjera, të cilët dihet që përdoren çato temat e mëdha të kromit, bakrit, çaj bllakatin e tjera. Po kohët e fundit, duke parë sepse marrin për prioritetet minerale të tjera përveç kësaj, për shembull sot kanë prioritete të tjera, kanë këto gurgër qeror të tjera që janë materiale ndërtimi, materiale inerte, materiale gur dekorativ, kanë argjila të tjera për çimento, për lloje të ndryshme mineralesh e tjera, pra është rrit gama e këtij aktiviteti, shërbimi gjeologjik dhe merr përveç minerale tradicionale metalike, me minerale jo metalore. Krahas sa shërbimi gjeologjik shqiptar, siç thash, pra pjesë e këtij shërbimi gjeologjik është pra gjeologjia injinierike që merret me studimin e trullit, nga rrezikët e ndryshme gjeologjike që vijnë nga rrëshqitje, nga fundosje etj. Është studimi i ujëve toksor, aq domosdoshëm për jetën, sepse ujët toksor sot ne furnizohen gjithë fshatra, qytetet dhe komunat e lagjet gjitha për ujë të pijshëm. Tjetër shërbimi gjeologjik merret me monitorimin e shtetit lumeve, pra nga erozioni, nga prurjet, nga debitet e tjera. Shërbimi gjeologjik merret me studimin të vijës bregdetare. Jo sidomos i rreth jeni shumë afër detit dhe me siguri kush shkon në plazh shef që vija bregdetare ka lëvizje nga viti në vit. Ka territoire të tëra në Shqipëri që mund të trajtojmë në vazhdim. Tjetër ka shërbimi gjeologjik merret me studimin e mjedisit. Pra mjedisit përveç rrëshqitjeve të tjera që fenomene gjeologjike, merret nga ndotjet në industri të ndryshme, nga nxjerrja e mineraleve të tjera, pra ndotjen e këtij mjedisi. Si shërbimi gjeologjik merret edhe me studimin e formacioneve gjeologjike, për të pa
përshtatshmërinë e tyre për të kthyer në qendra të stokimit të mbetjeve urbane. Përveç kësaj, ne bëjmë pastaj studime të tjera të karakterit të ndotjeve nga gazat radioaktive që doni, kem shumë, ka një aspekt shumë të gjerë të këtë. Që janë punime, kem metoda gjeofizike që ne i përdorim në mbështetje për të mbështetur gjithë të aktivitet ka shërbim gjeologjik, por pastaj metoda gjeofizike në masë me këtë radionin në natyrë, në tokë etj. Ta kalojmë pak fjalën. Përveç kësaj, kemi 2-3 aspekte që dihet shumë. Kemi dy laboratorë faktikisht. Kemi laboratorin e analizimit të lëndëve të para minerale kimike, pra plota që bëjmë analizën e mineraleve, po bëjmë analizën e ujrave. Kemi një laborator tjetër të madjes së vetive fiziko-mekanike të formacioneve gjeologjike të llojeve shkëmbore që ka probleme. Tjetër problem kemi edhe ne kemi një departament drejtori të fuqishme për digitalizimin e gjithë informacioneve gjeologjike. Mund të them që kemi një departament të këtij karakteri që mund të jetë në më të mirë që ka publike, që ka për digitalizimin dhe informazimin e gjithë informacioneve, kartografinë e të gjithë llojeve. Ne prodhojmë harta të gjitha llojeve nga shkallat më të detajuara nga 2000, 5000 deri në 200.000 harta gjeologjike, 200.000. Bëjmë harta nga të gjitha llojet vetëm gjeologjike, po të gjeologjiko-inxherike, të hidrogjeologjike, të rrezikut gjeologjik, të pasurive minerale, një kompleks hartash të lloje të ndryshme dhe shkallave të ndryshme. Duke qenë se thatë atë çka është në përbërje ose në vetvete ky shërbim. Po unë doja t'ja jepja fjalën zotit Qirko. Keni disa kohë krijim, siç e tha edhe zotëria. Çfarë keni arritur në rast se do të flasim dhe me shifra? Pas se t'ja jepi fjalën zotit Qirko, unë do të thoj se si funksionon ky shërbim gjeologjik. Për t'ia dhënë fjalën zotit Qirko, shërbimi gjeologjik shqiptar aktualisht përbëhet nga 9 drejtori, një drejtoria administrative dhe mbështetëse, kemi drejtorinë të programit zhvillimit dhe kemi drejtorinë e gjeologjisë, minerale dobishme, të hidrokarburë, hidrogjeologiku, drejtori është zoti Qirko, që mbulon gjithë 4 prefekturat të qarqit e jugut. Kemi departamentin e laboratorëve, departamentin e përpunimit të dhënave dhe publikimeve, nuk e di thashë gjithë. Gjeologjisë inxherike, hidrogjeologjisë Atëherë, po, zoti Qirko? Unë kam filluar drejtori i shërbimit gjeologjik dhe hidrokarburëve për prefekturën Berat, Fier, Vlorë dhe Gjirokastër dhe jam ngritur në varësi të shërbimit gjeologjik me ristrukturimin e ri që ju bë shërbimit gjeologjik shqiptar. Krahas qendrës shkencore AKBN-s u krijuan 3 institucione, shërbimi gjeologjik si qendër, AKBN-ja dhe qendra shkencore që janë në Tiranë. Në kuadrin e studimeve gjeologjike dhe punimeve gjeologjike që mbulojnë vendin tonë, ne si drejtori jemi krijuar mbi bazën e ish qendrës shkencore që ka qenë Instituti i Naftës. Instituti i Naftës u ristrukturua dhe e morëm si shërbimi gjeologjik shqiptar, ku ne si shërbim gjeologjik kemi departamentin e hidrokarbureve, që mbulojmë hidrokarbureve dhe minerale. Në lidhje me hidrokarburet, duke parë zhvillimin e vendit tonë dhe duke parë që problemet e shpimeve kanë një kosto shumë të lartë, ne jemi në momentin që bëjmë digitalizimin e të gjitha dokumentacioneve që janë në arshivat e shërbimit gjeologjik dhe në Institutin e Naftës për digitalizuar që t'i kemi në një program të saktuar për të gjitha studimet që mund të duhen për të gjitha qarqet, komunat, prefekturat dhe jemi si këshilltar të shtetit. Faktikisht ne si shërbim gjeologjik po bëjmë hartat të cilat janë të prapambetura sepse problemet e naftës nuk ishin të bënin me gjeologjinë dhe ne si gjeologji po bëjmë harta 1.025.000 për problemet gjeologjike, gjeologo-inxhenerike, mjedisore, rrezikun dhe gjeologjinë inxhenerike për qytetet që janë kryesore, që të shërbejnë më shumë bashkive, për komunat, për të shërbyer komunave, për ndërtimet që po bëhen, sepse rreziqet në lidhje me ndërtimet, sidomos pale janë shumë të mëdha, si dhe monitorimin e lumejve, sepse Shqipëria është rrethuar nga 3 anët me lumejve me shumë vëmburime ujrash. Ne si shërbim gjeologjik kemi inxhinerat tanë në të gjitha qarqet
dhe sidomos në Gjirokastër kemi 3 inxhiniera, në Vlorë kemi 2 inxhiniera, në Fier 2 inxhiniera, në Berat 2 inxhiniera, të cilët komunikojnë dhe janë në bashkëpunim me qarqet dhe me komunat dhe prefekturat, me komunat që mbulon çdo prefekturë. Me këtë organizim të ri që po bën shërbimi gjeologjik shqiptar, ne shikojmë se si këshilltar të shtetit kemi patur mundësi që të shërbejmë për të gjitha problemet gjeologjike, gjeologo-inxhinerike, mjedisore dhe problemet që kanë dalë në qarqet prefekturat e Shqipërisë së Jugut. Qartë. Zoti Neziraj, duke qenë sa vjet thatë që operoni si shërbim? Si shërbim të patën këtë semon dhe që nga 52. Atëherë, për të qenë koshient, ka patur dhe probleme, me qenë se preku zotëria ndërtimet. Të ndalemi te kjo pikë, sepse dhe ata që na ndjekin janë më të interesuar për këtë pikë. Ka patur dhe probleme. Le të themi ky shërbim ka funksionuar. Si keni ndërtuar ju marrëdhëniet me prefekturat, me qarkun, me bashkitë në vend? Në fakt, sot dy problemet kryesore janë që janë dhe dy edhe jona janë shumë emergjente, janë problemi i gjeologjisë inxhinerike, pra i studimit të trullit, sepse ka shumë ndërtime. Shqipëria pothuajse këto 15 vjet të fundit është pothuajse ndërtuar nga para. Dhe problemi është i tillë që shumica ndërtimeve në Shqipëri janë pa leje. Duke u pa leje janë bërë pa studim gjeologjik të trullit. Si rregull, dhe me ligj duhet para se të ndërhyhet në tokë, në strukturat e tokës, duhet studim gjeologjik. I çfarë natyre atje duhet studim gjeologjik. Për më tepër ku bën ndërtime. Në fakt, i gjë e tillë, duke bërë studimet ato ndërtimet edhe pa leje, janë bërë pa studim gjeologjik dhe ndodhin katastrofat. Shpesh katastrofa ose ndodhin fenomene rrëshqitje që pasojë të lehta, derisa deri në pasoja që shkojnë me jetë njerëzish. Si do bëhet kjo punë? Fatikisht kjo punë do të kërkohet për të disiplinuar. Jo, në fakt, zoti Neziraj, ideja ime ishte këtu, prandaj dhe thash pak më parë sa vjet keni në vërtetë që ekzistoni. A e keni detyrim juve që të jepni një studim gjeologjik, apo bashkia mund ta mbledh brenda rrezës së saj dhe ta mbyll me kaq? Kjo thash të pjesë të shërbimit gjeologjik që mbulon studimin e trullit, shërbimi gjeologjik shqiptar ka bërë pjesëzetën me hyrjen fuqi të ligjit për vitin 98. Përpara ka qenë ndërmarrje, që është ndërmarrje gjeologji, gjeodezi, që varet nga Ministria e Ndërtimit të asaj kohe, dhe pastaj me ligj është përfshirë në shërbimin gjeologjik shqiptar. Ne si shërbim gjeologjik shqiptar kryejmë harta të shkallëve të ndryshme gjeologo-inxhinerike, të cilat i vëmë në dispozicion të komuna, bashkive, qarqeve. Ne çdo harë që bëjmë dhe çdo studim të kësaj natyre, si rregull i njoftojmë qarqe përkatëse që kemi për studim të tillë dhe ato duhet të jenë të interesuar të vini të heqin. Shumë rrallë ka bërë aki vetëm këto kohë të fundit që këto të jenë të interesuar për të heqin. Kohë të fundit e shohim ka një vit e gjysmë 2 që sepse shteti u ka vënë kush për pas të bëjë planin rregullues të territorit dhe këto u ka vënë kush që duhet harta gjeologjike. Dhe tash po kujtohen se duhet një harta gjeologjike. Në ato raste kur ne i kemi të kryera, ju a kemi në dispozicion kuptori, vend dispozicion kundër disa tarifa, sepse ne kemi disa tarifa që ne kemi miratuar nga ministri jonë dhe do të veprojmë pas tyre pa ia formi tarif saktuar. Por në rastet të tjera ku nuk i kemi, i themi bëni kërkesë. Janë standarde sipas planshetës. Mirë, atëherë zoti Qyrko, duke qenë se ju operoni dhe në Fier dhe thatë keni 2 inxhinier. Le të zbresim pak në qytetin e Fierit. Ka patur interesim nga bashkia, ka patur interesim nga inxhinierët tuaj. Do të thënë si keni ndërtuar këto urat e bashkëpunimit për të mos thënë pastaj kur na ndodhe keqja, kujtohemi kemi patur dhe një studim të tillë. Unë duke qenë specialist gjeolog dhe gjeologo-inxhinerik dhe mjedisor, sepse për atë jam dhe specializuar për gjeomjedis, e di rrezikun që ka trulli në cilin ne ecim, ndërtojmë dhe jetojmë. Faktikisht, kryetarët e bashkive i shikojnë shumë thjesht problemet e ndërtimeve. Sepse kryetarët e bashkive duke mos qenë gjeolog dhe duke mos patur gjeolog në KRT, i marrin ato dosje dhe i shikojnë të mbushura me studime gjeologjike pa parë se ç'kan brenda ata studime gjeologjike. Domethënë më shumë shikojnë dosjen si të mbushur me të gjitha sipas kërkesave, po se ç'ka i studim gjeologjik asnjë nuk e verifikon.
Faktikisht, ne kemi kërkuar që në përkërëtëra të jenë inxhiniera gjeolog. E para, e dita, të gjitha ata që bëjnë studime gjeologjike, se mund t'i bëjnë shërbim gjeologjik, mund t'i bëjnë privat me licencë. Po aman ai privati me licencë është specialist, sepse janë shokët tanë, kolegët tanë, nuk i herën poshtë, por duke u bërë një kontroll të atij studimi, një oponencë, një ekspertizë, nga 1/3 gjithmonë eliminon shumë gabime që mund të bëjë një person. Pra le të themi juve keni konkurrent në treg tani duke qenë se operojnë. Ne në treg kemi aq shumë konkurrent dhe unë kam vënë që shumë studime të cilat janë bazamente kuaternare që u thonë nga gjeologji i kemi gjetur në formacione bazë të pliocenit, sepse i marrin i fotokopjojnë dhe i shpihen në përbashkira vetëm për të mbushur dosjen. Bile, kryetarët e bashkive po vë ta kenë parasysh në fërore i thonë neve me të madhe. Po të shikosh dosjet, studimet e konstruktorëve gjithmonë janë më përpara se studimi gjeologo-inxhinierik. Kjo tregon se konstruktorët nuk kanë marrë asnjëherë të dhënat gjeologo-inxhierike, po i bëjnë në mendjen e tyre dhe studimi gjeologjik e futin vetëm për të mbushur dosjen. Kriza ndodh kur ndodhi ajo që na ndodhi në Gjirokastër, apo disa çarje rrugësh, çarje shtëpi banimi pa leje që kanë ndodhur për fshatën në Skrofotin, për shembull në qafën e Topit, te rruga e Dukatit, te rruga e Tepelenës, në Berat, domethënë janë me qindra shkarje dhe rëshqitje, të cilat kanë nevojë për ndërhyrjen e gjeologëve dhe specialistëve të specializuar të shërbimit gjeologjik shqiptar. Ne si bashki e kuptojmë dëshirën e gjeologut vetëm kur ndodhin me ikjen e jetëve të njerëzve. Nuk kam kërkuar që në çdo bashki të ketë përfaqësues të KRT-s nga gjeologjia. Në këshillin teknik para se të kalojnë në mbrojtje, duhet të shikojnë nga gjeologu që ky relacion ekziston, ku përputhet sigma dhe të dhënat gjeologo-inxhinierike me projektin e konstruksionit apo jo, sepse konstruksioni bëhet mbi të dhënat e gjeologo-inxhinierike. Ne shikojmë që sigmën unë e bëj për shembull 1.4 për studim gjeologo-inxhinierik, ai mund ta ketë marrë D ose mund ta ketë marrë edhe 1 për D, por një gjë, ai mund të jetë në rezervë për një bazament akoma më të mirë, por ndërtuesët nuk kuptojnë një gjë, që me një vlerë të vogël 1 milion të vjetër që mund të pagojnë shërbim gjeologjik, mund të kursejnë deri në 50 milion lek në bazë të sigmës që lëviz ai konstruktor kot së koti. Pse? Lëvizja nga 1.2 e sigmës deri në 2, lëviz me 100 milion lek në një pallat. Po ata ndërtuesit nuk i kuptojnë këto gjëra që kursejnë gjë më të vogël dhe u ikin shpenzimet më shumë në studimet që bëjnë. Zotin Ziraj, duke qenë se e tham pak më parë që dhe tregu është i mbi ngopur tani me këto lloj studimesh private, por që sjellin më vonë pa i thyer, pa thyer askënd, sjellin më vonë tragjedi apo fatkeqësi. Keni patur ju, duke qenë se juve përfaqësoni shtetin apo jo, jeni një shërbim shtetëror. Atëherë keni kërkuar ju keni zgjedhur dorën për bashkëpunim, le të themi e keni vendosur ndonjëherë me shpatulla pasmurit një si vendore me qëllim që të rritet ndërgjegja, le ta quajmë të tillë. Ne nuk kemi kompetencë për të kërkuar këtë llogari. Ne mundom të sensibilizojmë qeverinë vendore, individët që ndërtojnë të tjerë për atë që duhet të bëjnë. Dhe që normalisht edhe me ligj janë detyruar të bëjnë. Por nuk kemi fuqinë që ti kontrollojmë dhe të marrim masën e tyre. Pra juve në treg njësoj si private, duhet të bëni fushat sensibilizuese, duhet të çoni flet palosje, më thënë. Ne kërkojmë të patën, ne kërkojmë këtë, që ne të bëjmë oponencën, si subjekt shtetëror, i vetë subjekt publik i kësaj natyre, ne të bëjmë oponencën e këtyre studimeve. Në një rast të tillë ne kemi studimet hidrogjeologjike, i bëjmë privat, bëjmë edhe ne. Por ka një ligj ka një pikë në ligjin për ujë që i detyron që kush do të bëjë këto studime hidrogjeologjike, oponenca bëjë shërbim gjeologjik shqiptar. Sepse është vetëm një strukturë dhe këto janë probleme publike, probleme sociale që vetëm shteti mund të merret me ato punë dhe shteti si përgjegjës i barbarë këtyre punëve duhet të bëjë edhe oponencën e këtyre. Ne kërkojmë në radhë parë që të bëjmë oponencën e këtyre studime, pastaj studime është drejta të kujdes, është tregtia e lirë, është puna e lirë. Po në fakt në rast se do të ndalemi tek një studim i mirëfillt ose qoftë një studim çfarë do. Ka patur raste kur juve keni kthyer një studim të një privati dhe çfarë keni, cili është ndryshimi? Nëse vetëm ka konkret, vetëm jo, nuk në asnjë rast nuk kemi parë. Vetëm studimi që u bë vetëm Dëgjoj. Po.
faktikisht në ligjin e Dhe urbanistikës. çfarë shikoni ndryshe, le të themi, nga një studim i bërë privatisht nga ju që normalisht operoni prej vitit? Studimi privat faktikisht nuk ka as analiza as sond. Qartë. Kurse studimi shtetëror ka dhe sondën, ka dhe analizat me vull të laboratorit që kanë pa përgjegjësi shërbimi gjeologjik shqiptar shteti. Kurse që bëjnë studiusi privat dhe në urbanistika, lidhjen me ato shefet e urbanistikës atje, u marrë në një relacion të shërbimit gjeologjik të bërë që të kohë të komunizmit, apo ndonjë studim madhor që është bërë në një firmë huaj, dhe i fotokopjojnë dhe i kalojnë përgjigjësi. Japën sa parametra teorik. Japën sa parametra teorik, po jo të mbështetur një analizë që është bërë. Gabimi më i madh i shtetit në kuptimin me ligjin, sepse këtu ka të bëjë që kemi një mangësi ligjore, që dhe licencat për gjeologji inxhinerike nuk i jep shërbimi gjeologjik shqiptar, po i jep Ministria e Ndërtimit. Ka një mospërpusje. Kjo është absurd. Kjo vjen nga një fakt, sepse kjo pjesa gjeologjike që është bërë pjesë 98 pjesë shërbimit gjeologjik shqiptar ka qenë dikur në varësi të Ministrisë e Ndërtimit, që sot është Ministria e Punëve Publike. Dhe për Ministri ka ngel që licencë japin ata që s'kan asnjë lidhje, s'kan asnjë specialistë dhe gjë për këtë punë. Do të thonë sot Ministria e Punëve Publike vazhdon të japi licencë. Lidhje në urbanistik nuk ka as në Këshillin Teknik, as në KRT, as një gjeolog me ligj. Tani kush o ti kontrolloj këto relacione? Po, qartë. Ekspertizë nuk bëhet, gjeolog nuk kanë asnjë nivel, as në urbanistik, as në autoritet e qaqeve, bashkive ku diu dhe këtë autoritet e madh qendror, nuk ka një gjeolog, nuk ka si. Qartë, thatë që nuk i keni ato kompetenca për të kërkuar me ngulm pra një njësi vendore. Por në fakt ju duhet kam përshtypjen unë se her pas here duhet të bëj një kërkesë ndoshta në rrugë ligjore, sepse duhet të ekzistojë një klauzole e tillë që ose të rishqyrtohet ai lloj vendimi apo ai ligj. Ne bëm një tentativë për të futur sa pika në ligjin tonë, shërbimi gjeologjik shqiptar për të punë, por na thanë se nuk i takon këtij ligji, por i takon ligjit të urbanistikës. Kemi bën ca vërejtje që shpresoj që në amendament që do i bëjë këtij ligji mund të futen, nuk presin, po nuk. Pra thjesht jeni në pritje. Keni bërë studime për qarkun e Firit të Vlorës në rast se flasim me shifra konkrete? Keni bërë studime ju vetë privatisht? Unë privatisht kam bërë, para se të vendosesha drejtori i shërbimit gjeologjik të Fierit, dhe kam bërë për firmën Kamatajsi, që do bënte kanalizimin e ujrave të zeza për gjithë Vlorën. Faktikisht firma Kamatajsi kishte një kontratë që kanalet do t'i bënte pa mbrojtur bazamentin, sepse që llogaritu me që nuk ishin marrë gjeologji, që llogaritu sikur që një bazament i fortë dhe nuk ishte nevojë për të mbrojtur bazamentin e kanalit. Dhe ne u detyruam, bëm shumë shpime me firmën Kamatajsi, rreth 150 shpime, bëm shumë analiza që i bëm në institutin këtu, dhe bëm një studim madhor që mbuloi gjithë bazamentin e qytetit të Vlorës. Por di një gjë që ata nuk pranonin, sepse që firme huaj, nuk pranonin asnjë studim pa analizave, pa bërë me sonde të fotografuara në arkar të gjithë. Më thënë, atyre u lindte domosdoshme që t'jepej firma dhe vula huaj? Po, pa tjetër. Mos ndoshta ky është një mesazh dhe për vendasit, sepse thash që ishte një kompani e huaj që operonte në. Po vendasit i din shumë. Ka një tjetër kulturë ata apo çfarë? Jo, ata janë më të saktë dhe dinë. Ata esin në rregull siç thotë atje ku punojnë shtetet e tyre, nesër me atë praktikë punës që përdorin atje, e përdorin këtu. Sa faktikisht privatë shqiptarë këtu akoma përdorin. Faktikisht rreziku për probleme gjeologo-inxhinerike në Shqipëri shumë i madh, sepse ka shumë ndërtime të bëra pa leje dhe pa studime gjeologjike. Njerëzit në Shqipëri nuk shikojnë se ku është trualli i mirë për të ndërtuar, por shikojnë ku është trualli më i bukur. Pa i trualli i bukur ndonjëherë është në ambiente të tilla që ka rrëshqitje, ujëra, bazamente jo të qëndrueshme dhe ndodhin ato që. Qartë. Ju e thatë pak më parë që e vështroni në syrin e ekspertit, po unë zotin Nezira do doja të dija, shumë ndërtime po bëhen në tokë ar, tokë bujqësore. A kjo ka ligj pa? Po. Këtë nuk e kemi. Në rast se juve ju serviret një ne mund të jam mendim që kjo tokë bërë pas bën nga gjeologjike për të ndërtuar, po se ku ndërtohet nuk është kompetencë. Po, si specialist, a mund të ndërtohet? Mund të ndërtohet, s'ka problem. Problemi më i keq është sepse të përdori tokë ar dhe tokë që mund të shpërdohet për të shfryzohet, për të mbjellë për të shumë. Do nuk ka probleme nga nën toka apo diçka të tillë? Jo, nuk ka probleme nga nën toka. Më të rrezikshme janë pjesat kodrinore faktikisht, sidomos të pjesës
bërjetare që janë me shkëmbir anor jo shumë të cimentuar, jo shumë të konsoliduar dhe duke qenë shumë të dobët nga struktura, ato i ka erozonin më lehtë, thithin ujë dhe përcjelljen e shtresat më të poshtme me lësi, shtresat më të poshtme janë argjilore dhe duke shkuar në shtresën argjilore janë nuk e transportojnë ujë dhe bëhet një rrafsh ku ato mund të rrëshasin me lësi dhe siç është rasti i Synejt Kavajës. Unë mund të them një problem sepse populli shikon dhe ndonjëherë dhe thëniet e popullit dalin gjithmonë sepse duke patur një eksperiencë të madhe është një gjë thonë në Vlorë që pse bën ndërtime 12 katëshe. Kur bazamenti i Vlorës është një bazament ranor dhe kuaternar. Faktikisht, ne si gjeologji inxhinerike asnjëherë nuk themi që nuk ndërtohet. Kjo varet nga konstruktori që duhet të ketë kosto më të madhe, por asnjëherë nuk themi ne si gjeologë inxhinerik që nuk ndërtohet. Sepse vapori me 8 kate noton në det që sigma është 0. Kështu që dalën për detyr që në bazë ne si gjeologji inxhinerike të japim të dhëna të sakta me elemente dur, me analiza, me shpime, me tëra dhe pastaj i del për detyr konstruktorit që të bëj zgjidhjen e mundur me kosto apo pa kosto për ndërtimet që kërkon privati dhe urbanistika e çdo qyteti. Po. Kështu që nuk duhet të trememi nga ndërtimet shumë kapse apo që bën në zona të caktuar. Konstruktori po e ka zgjidhur në bazë të studimit gjeologo-inxhinerik të bërë në mënyrë korrekte dhe të mirë, themi që nuk ka asnjë rrezik. Qartë. Atëherë, thatë zoti Neziraj që merreni dhe me studimin e hidrogjologjike. Po. Deri tani çfarë ka rezultuar duke parë në tërësi? Problemi më në përgjithësi po është e garantuar që Shqipëria ka rezerva ujore të bollshme. Problemi është menaxhimi i këtyre rezervave ujore në kuptimin nga burimi dhe në robinetën e qytetarëve. Sepse këtu ka shumë probleme saj, ka rrjedhje linjat e problemi gjatë rrugës. Pra rezerva ujore ka. Problemi më i madh te ne është një problem i tillë sepse këto 15 vite të fundit secili po mundon të bëjë një shtëpi për ujë për vete. Dhe do të bësh shtëpi ka në Shqipëri sot nga ekspertët tanë, specialistë tanë që dalin në terren, thonë që ka mbi 20-30.000 shtëpi të kryera nga privatët në gjithë Shqipërinë pa leje. Ata prishin strukturën. Ato më mirë kur është e përqendruar edhe komandohet një sasi ujë caktuar që ne kemi nevojë, këtu shfrytëzohet dhe shpërdoret ujë e para, nuk shfrytëzohet shtesa ujëmbajtëse, nuk kemi një bilans, nuk e dim një bilans të caktuar sa hyn e sa del ujë në këtë shtesë në komunicion. Dhe që gjithmonë është rreziku i tjetër, i ndonjë ndotje, i ndonjë prishje nga ana cilësore e ujit, sepse kush do ka po një shtëpi i pa kontrolluar, mund të jetë dikush larg qoftë një herë me diçka dhe për gjithë helmon gjithë shtresën ujëmbajtëse, duke shpërich një shtresë helmon një shtresë ujëmbajtëse, janë numër i madh banorë që helmon për 5 minuta 10 minuta që akore. Do me thënë rrezikshmëria është e lartë në këto kushte zoti Shqiptar? Për ndotin. Faktikisht e para njëherë struktura e ujëmbajtëse ka një nivel caktuar dhe një rezervë caktuar ujore. Njerëzit duke parë në një vend që një nafshati ka shpuar për ujë, lëshojnë gjithë fshati pastaj shpojnë në rrezet caktuara që nuk janë të matura. Pa një studim. Shpojnë pa një studim, por ata duke u shpuar gjithmonë prishin rezervën ujore. Dhe për këtë ka një Ministria e Mjedisit ka ngritur institucionet e veta që janë drejtorat e baseneve të Semanit, të Vjosës, që duhet të kontrollojnë, por e keqja është sepse ata asnjëherë nuk bashkëpunojnë me Shërbimin Gjeologjik Shqiptar që kanë strukturat ujëmbajtëse. Do të thotë nuk ka një përputhje të pushtetit, të institucioneve të ministrive që mbulojnë ujëmbajtjen dhe të institucionit gjeologjik që ka rezervën ujore. S'ka bashkëpunim institucional. S'ka bashkëpunim. Në fakt do ishte më mirë dhe për shikuesin të kishim ndonjë hartë që të na paraqeste, domethënë ato çekuilibrimet le të shohim. Ne mendojmë të bëjmë një me televizionin Apollon të bëjmë në studio në Vlorë prap dhe atje do kemi shumë harta, fotografi për shqitjet, për puset pa leje, për për cilën më pranë shikuesit dhe një imazh, domethënë ne jemi të gashur qoftë edhe këtu në studio, qoftë dikush nga ju mund vini në zyrat tona në Tiranë, t'ju vjen harta në dispozicion, t'ju vjen specialistë
Ne nuk kemi asnjë specialist në mjafit hidrogeolog, ne vemi dhe specialistë tanë hidrogeologët që të flasin edhe në mënyrë në gjuhën e një specialisti tam për të punë, në varë ekspozicione dhe specialistë në ekspozicione. Mund të japin dhe material si për Bregdetin, për ndodhjen për Po do të ndalemi pak më vonë, mbetemi këtu tek meqense folëm për problemet e puseve, për ujin. Nëse do ta quajmë një masakër në këtë pikpamje, ka një ligj ose një klauzol të tillë që dënon? Fatikisht unë ka 3 vjet ligj. Ka ligj dhe nuk zbatohet. Sepse siç nuk zbatohet ligji për të bërë një shtëpi me leje, ndërtimi, ai ka ligj, e për të bërë një shtëpi pa leje, ka ligj sepse ndërhyrën në tokë. Më fani ta jap më të saktë në lidhje me basenin Ujmbledhës. Baseni Ujmbledhës ka për detyr që të verifikojë të gjithë puset pa leje. Privatët që kanë bërë puset pa leje duhet të bëjnë një aplikim në basenet që administrojnë zonën që është bërë pusi. Pastaj të bëhet një projekt për pusin dhe të bëhet në shërbimin gjeologjik shqiptar të bëhet oponenca. Me këtë oponencë, me studimin hidrogeologjik dhe me dokumentat ligjore që do ketë privati, futen në basen dhe baseni jep një leje për pusin që ka ndërtuar në baqen e vetë. Dhe në bazë të lejes që merr për pusin në baqen e vetë, paguan një pagesë për litrat në sekond ose në muaj që nxjerr. Por njerëzit tani për të shpëtuar këtyre pagesave. Ska ndodhur këtu, të paktën këto. Këtu nuk problem akoma lekët e dritave, domethënë të korrentit, jo të ujit, kështu që ja lëm të ardhmes që të ligji normalisht do të paguaj për sasinë, siç paguajnë për ujin që na vjen në. Po qartë. Në fakt dhe privatët, nëse do ndalemi në një problem specifik, ndodh që të bëjnë disa shpime dhe të mos marrin ujë. Mos ndoshta është pjesë juaja kjo e kompetencave tuaja? Jo, ai mund të duhet bërë një studim për paraprakisht. Kjo që soi me studimin gjeologjik. Ai ka marrë riskun me vetë ai që po shpimin pas. Kjo që soi me studimin gjeologjik që bëjnë firma private. Duke i bërë pas studim ata, nga një pagesë që duhet të bëjë shërbimi gjeologjik për studim të saktë, mund të ata paguajnë sepse është një kosto tepër e madhe. Ka 100 metra dhe s'ka ujë. Ata lidhen me privatët pa licencë dhe i thon ka ujë. Bëjnë shtëpinë e parë, të ditë të tretë, paguajnë lekët, asnjë gjë s'fitojnë. Është kosto personit. Jo, në fakt në fshat kam parur me tradita kështu dhe më popullore se kaq. Mirë, atëherë kalojmë pak tek ka dhe i problem, fatikisht të vazhdoj me problemin e ujit. Unë ka 3 vjet që jam drejtori i përgjithshëm shërbimit gjeologjik dhe me të marrë të ty unë kam ngritur problemin e shpimeve pa leje që po kryen. Dhe patë bëmë një projekti që kaloi në Këshillin Kombëtar të Ujrave dhe u mirëprit kjo punë. Ideja ishte e tillë që të bëhet patë legalizim të këtyre shpimeve. Siç po bën shtëpia, legalizim shtëpia, të bëhet legalizim. Mirë që janë bërë, po patë ta dimë se ku janë këto shpime, që kemi një inventar të këtyre shpimeve, me i kolon, me koordinata, në shpinë punë e kujt është atje kush e administron, në që ti kontrollojmë të shpimin informase. Kjo ide fitoi ka në Këshillin Kombëtar të Ujrave, u bën 2 projekte sepse duan sa lek për ta bërë këtë punë, sepse duan sa lek njerëz të specialistë, duan terren, të verifikojnë një për një, të marrin koordinata, të marrin informacione sa ujë nxjerr, sa nxjerr, kolonën e shpimit e tjera sa informacione që bën 2 projekte, i merr ato Këshilli Kombëtar i Ujit, por nuk i financoi Ministria e Financave fatkeqësisht. Dhe mbeti pezu. Mirë, atëherë kalojmë pak tek shtretrit e lumeve, meqense sa që merreni dhe me shtretrit e lumeve. Me shtretrit e lumeve merrem, fatikisht zoti Qirko është një nga specialistët që është marrë gjatë edhe me shtretrit e lumeve dhe me vijën mbledhetare. Po. Qirko studion e monitoron të shtretrit e këtij territorit semër të Vjosës, ka punuar gjatë në këtë. Tani unë me që Fieri kufizohet nga dildu me Semani dhe nga Vjosa, unë po flasë për Vjosën, pasaj për Semani. Në këto ujrat e shumëta që ranë si vjetë, për në shirat, në reshjet e mëdha, shikojmë një gjë që niveli i zhavorishteve është ngritur shumë më lartë se ato që ishë shfrytzuar para 10 vjetëve. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse të gjitha baseni Ujmbledhës i Vjosës, po të shikosh ku ka qenë me shkure, me pije, me diga, me probleme me argjinatura, janë prishur, pijet janë prerë, shkuret janë djegur dhe ka ndodhur një erozion shumë i madh. Dhe nga shirat, rreshjet e fuqishme, ndodhi një erozion shumë i madh dhe është mbushur komplet baseni i Vjosës, është mbushur me zhavurishte sikur ka vite pa, domethënë sikur nuk është ngacmuar nga
marrja e zhavoreve në shtretet e lumeve. Një gabim dhe një emet është në mos monitorimin dhe kontrolin që bëhet në Ministria e Mjedisit dhe në basenet për shmërinë e shfrytëzimit. U jepet licenca të gjithë këtyre privatëve të fuqishëm dhe në licencën që ata kanë nuk kanë bashkangjitur asnjë inxhinier gjeolog ose miniere që do shfrytëzojë lumin, se dhe lumi është një minier e vogël. Faktikisht e futin ekskavatorin mes të lumit edhe futen, bëjnë gropa të mëdha pa ditur se ç'do ndodh. Faktikisht dhe mënyra e shfrytëzimit të lumit ka një metodik që është në ana teknike gjeologjike që të shfrytëzohet lumi, por në shqirat që vinë të mbushet prapë dhe mos ketë probleme për anësoret. Dhe ç'ndodh? E mira është gjithmonë shfrytëzimi i lumeve të bëhet në mënyrë zigzake, që shpejtësia e ujit gjithmonë atë vijë që hap të ulet dhe të sedimentojë gjithmonë atje ku merr. Faktikisht punohet në mënyrë pa inxhinier, ne faktikisht bëjmë studim gjeologjik, gjeologo-inxhinierik, minerar, hidroteknik, mjedisor dhe rehabilitim që pas shfrytëzimit të mbillet me petë. Por nuk kanë një specialist që ta udhëheqë këtë. I marrin shkresat, i futin në sirtar dhe asnjë si zbaton. Dhe këtë e them sepse duke mos patur specialist, do thë ajo që në shfrytëzimi jo me kriter dhe me specialistin e dur, do thë ajo që të ndodhi ngrënia e tokave bujqësore, prishjen e brigjeve të lumeve dhe kemi prishjen e pjesëve të gjelbta të saj dhe erozion të madh dhe shkatërim të tokave bujqësore. Ka dhe i problem këtu që lidhë me shfrytëzimin, shpesh shfrytëzimi e dikton ai që pronari i firmës, sepse kur ka moskollajt për ta shfrytëzuar dhe nuk orientohet atje ku ka nevojë lumi për të shfrytëzuar, sepse lumi ka nevojë për të shfrytëzuar lumin në një vend caktuar, jo atje ku dëmtojmë lumin, atje ku ka rezerva, atje do shfrytëzohet, i bëjmë derë dhe lumit i bëjmë derë sepse ja hapim rrugën dhe nuk i bëjmë një prik këtu për kumulluar për mbyt tokat, ai shkon atje ku fatkesisht, edhe të mund licencën atje po shfrytëzon në vend tjetër. Studimet janë dhe me oponencë se i bën i STN-ja dhe AKBN-ja oponencat, por nuk zbatohet se nuk kanë specialistë e duhur. Kjo është e meta në dhënien e licencave, duhet që patjetër duhet të ketë specialistin gjeolog ose mineral pa të jepet licenca. Ta ketë me kontratë. Dhe kontrollohet, jepet licenca aty ku duhet, vërtet ku lumi ka nevojë, dhe kontrollohet nëse zbatohet merret materiali inert aty ku ka marrë licencë, por ka marrë e shfrytëzon një vend tjetër që ka më kollaj më shkurt. Dhe duke qenë në këto kushte, sepse nuk është vetëm lumi i Vjosa ai që masakrohet çdo ditë. Të gjithë lumejnë. Ato si parashikoni të ardhmen, le të flasim për pas 5 vjetësh në rast se do. Fatikisht ardhja më mirë është sot për shkoj drejt asaj që të bëhet inerte nga mali, të shfrytëzohen dhe bluhen dhe ato dhe po zëvendësohen gradualisht inertet. Kështu është orientimi, sepse lumejt po një fazë të madhe po shkatërrohen, po degradojnë, sepse në Shqipëria ka akoma nevojë për ndërtime të shumta marrë nga me rrugë, me shtëpi e tjera dhe ideja është të po shkojë deri asaj që zëvendësohen inerte të ngurtë të cilat bluhen dhe përpunohen. Të zëvendësohet me karriera mali. Guroret do shfrytëzohen bluarjen e gurit dhe ato inerte që merren nga lumi do merren nga mali dhe e ardhmja e lumeve është drejt pezullimit. Dhe në rast se vazhdojnë të merren inertet pa kritera, ashtu sikur se tham, mund të ketë devijime të lumeve, mund të ketë parashikon katastrofa, le të themi kështu, jo për të hapur panik, por për të qenë më të sigurt. Mund të shkojë aty, po s'mor kujdes, mund të shkojë aty. Sot po humbet to ka që për shembull shkumbini atje ka devijime në grup derën e tij, ka devijime me disa kilometra. Pse? Sepse merret zhavor një krah, orientohet lumi duke marrë zhavor një krah, orientohet lumi krah në të krah, ai përmyt pastaj gryen ato faqet e shpatet e tokat që janë në këtë krah dhe unë po të them që në lumin Vjos ka persona privat që kanë dokumenta me të sakta pronësie që lumi u ka kaluar në pjesën e selishtës. Ajo pjesa e tokës bujqësore. E ka gryer në mënyrë të tillë që pjesën e tij e ka marrë, e ka bërë grirje në anën e tij dhe ka mbetur nga tokat që i takojnë Vlorës, ka ardhur në pjesën e Fierit. Po atë kam dëgjuar që ka këta nga shkumbini. Dhe që mund të bëhen konflikte në ta. Kam dëgjuar, unë kam thënë që ka dhënë emision një televizor, sepse është kufiri midis ka vajës dhe rrogozhinës, nuk e di shumë. Tokat e fshatit ka qenë këtej, tash lumi i ka hyrë këtej dhe i bjen
izoluar tokat një fshati dhe zërritën një fshati tjetër si pronari tjetër. Po të shikosh harta topografike që ja bërë ushtria në 75-ën, në 65-ën, me harta topografike që janë tani sikur të bësh të reja, ose me Google që shikojnë për internet, nuk përputhen gjëkunti vijan e hartës e vijës së Lunit me zhavorishtet me atë gjendje që është tani. Ka shumë ndryshime. Ne kemi marrë si shërbim biologjik që të bëjmë monitoring të tillë për të ndarë lëvizjen që ka ndodhur në vite, por duke patur një financim të vogël nuk e realizojmë dot atë. Pa ne dim vetë se si ta bëjmë si shërbim biologjik. Po të marrë lumin vjosa apo seman, di që të shikojë curinë e viteve dhe të nxjerrë se në kaq vite sa hajnë tokat bysore me përqindje, sa ka depozitime, sa ka shkatërime, sa ka përmbytje, sa ka devijim në shtrat. Kështu ka shumë probleme mjedisore që në të ardhmen mendojmë që breza do punojnë, sepse duan financë dhe anë financiare që të zgjidhen shumë probleme. Specialistët nuk mungojnë, po është financa që... Do ndalemi më vonë për ta mbyllur me anën financiare. Thatë që merreni dhe me studimin e vijës bregdetare, apo jo, dhe përmendet Fierin si një nga vendet që ju normalisht e keni patur prioritet, le të themi kështu. Çfarë është vënë re, domethënë a ka patur prekje të kësaj vije bregdetare nëse do flasim? Vija bregdetare e Shqipërisë lëviz shumë. Qose kush ka qenë pa tokë mund të ketë shku dhe t'i shohë ato kabinat e kambi pushimit motorëve atje që ka hyrë në det komplet. Janë 300 metra në një rënd bashkë qenë zjarri në det etj. Ke gjitha që është kapët ka vajtë në para adi që ishin, një nga ditë që ishin në kavën e Synej për të rëshqitje, shkumi dhe pamë në bregdetin atje. Qenë zjarri, një breg qenë zjarri gjitha janë kanë hyrë në det. Se ndodhin këto, ka shumë faktorë që ndodhin, ka lëvizjet urse, subsidencat të ndryshme që ndodhin në këto territorë bregdetare, si territorë me formacione gjeologjike të reja, duke qenë të reja ato janë gjithmonë në ngjeshje, në nkursim, në diagjenet, themi ne, ato urët. Ka pastaj mos shfryzimi me shfryzim pak i lumeve, ka rrymë të kishë bregdetare, zhveshjet, këto korozionet gjitha janë shumë fenomene të tjera që në lidhje me problemin e lumeve, faktikisht, kur në det veten shumë sediment, prishet një ekuilibër dhe duke u prishur një ekuilibër gjithmonë shoqërohet me tërheqje ose futje në tokë ose tërheqje. Tërheqja është me depozitim, kurse futja në tokë është me abrazim, domethënë me shkatrim të vijës bregdetare. Në problemet e Semanit ka disa zona që janë të shoqëruara me sedimentim, po ka dhe më të shumta zonave që shoqërohen me ngrirje dhe me shkatrim të vijës bregdetare. Ky problem ka të bëjë shumë me studime hidroteknike, nuk janë të thjeshta, për të ngritur diga dhe mbjellje në zonën bregdetare. Faktikisht këto nuk janë bërë. Mbjellje të cilave natyra? Të bimeve halore. Në vendet ku ka abrazion duhet mbjell urgjentisht bim halore që ta mbrojnë bazamentin nga dalvet edhe nga shkatrimi. Shumë shtete formojnë trupa ndryshëm geometrik, betoni me forma të ndryshme dhe hedhin në këtë zonën detit, në bregun të mondetit dhe valët e detit përplasen në ato dhe nuk hynë në thellësi për ta. Në Shqipëri ka shumë probleme për të studiuar dhe shumë probleme që i dalin shërbimit gjeologjik. Por do flasëm në fund, siç e thatë, që financimi nuk është i tillë që qartë, le të themi që erdhëm në atë pikë që ne parashtruam pak më parë, thamë që duhet të ndihet dora juaj, duhet të ndihet dora e specialistëve tuaj, ju thatë që jeni një shërbim shtetëror, atëherë le të flasim dhe për anën financiare, nga financoheni ju sot? Ne pikërisht për të bërë që ndihet dora jonë, pra fjala jonë e tjera, kemi filluar të dalim edhe në për qaqe të ndryshme. Kemi qenë Lushnjë, kemi qenë po vim këtu, kam dalë disa në Gjirokastër, po dalim në Berat, do dalim në Lezhë shpejti, do dalim në Vlorë, kemi qenë 2-3 herë, më 10 herë po tregova kështu në televizionet në Tiranë. Ne jemi institucion buxhetar, pra financohemi 100% nga buxheti i shtetit. Punojmë edhe me të tretë, por akoma nuk ka një studier të ndjeshme kjo financimi që bëjmë punë që bëjmë me të tretë për porosisë të tretë për gata ose njësi bashkiak ose njësi të tjera që shumë.
jemi 100% buxhetor, por do të thonë këta financimi është kësaj natyre është që fatkeqësisht 75-80% e financimit janë paga. Pra ngjelet shumë pak lekë për të shërbime këtu që janë të tyrueshme. Shpresojnë me si vjetë këtu që të kemi gradualisht deri tash ka qenë një paksim sepse do të thonë që kemi pasur një shkurtime të ndjeshme, pra shërbimi gjeologjik para 3 vjetësh ka pasur 350-360 veta dhe sot jemi 130-135 veta. Mund të themi që vërtet ka pas me 300 veta ka qenë shumë i madh për kushtet e Shqipërisë në shërbim gjeologjik. Tash po bijem në një numër normal të pranueshëm të specialistëve, që të cilët duhet të mbështet nga ana financiare që gjeologjia është terren. Po dorë terren për të bërë gjithë ato punë, terreni ndon pastaj. Ditë tjetër, ka kosto, ka transport, ka karburant, ka tjera, ka analiza, ka gjitha janë kosto, çdo gjë është me kosto. Atëherë në rast se të bëjmë një përllogaritje, ndoshta juve ju bie papritur, por në rast se përllogaritim një vit të gjitha këto lloj shërbimesh nga ana e drejtorisë suaj, sa shkon kostoja e asaj që juve ju duhet paktën për shpenzime minimale për t'i prekur, le të flasim për t'i prekur nga pak të gjitha rrethet. Shiko, ne po thuaj se i prekim gjitha me kaq. Ne kërkojmë që të bëjë një punë më të mirë, më cilësore dhe të kapë më shumë surfaqe, dhe të bëjë një punë më me cilësi dhe më shumë punë. Por përgjithsisht ne i kapim gjitha ato. Ne përveç punëve që i kemi të planifikuar, ne kryjmë edhe raste emergjente, për shembull. Gjithë rrashqitet që ndodhen ose problematika që kanë për ujë, furnizimi me ujë, qytete, fshatra, lagje të tjera. Ne ndërhyjmë sepse ka një skemë të tillë që funksionon, çdo rast emergjent njoftohet ndërshitje, njoftohet Ministria e Brendshme që ka një drejtori të përgjithshëm të emergjencë civile, në cilën ne kemi një marrëdhënie shumë të mirë dhe ne kryejmë me 10 raste studime emergjencash në vit, ku ka rreshit si shesë Nejt, ka qenë pratikë edhe në Gjirokastër para kësaj, në Peqin ka pas para 3 ditësh, dje para dje ka pasur në Gramshk, specialistan ka shkuar atje, po shohim pra ne jemi në terren edhe për parë të ndodhë fatkeqësit, por në rastet kur ndodhin ngoshitet, ne me herë jemi të parë që shkojmë në terren dhe i verifikojmë, shohim si është fenomeni, çfarë fenomeni ka, përmas të fenomenit, bëjmë studime dhe japim rekomandime përkatëse. Dhe unë nuk e di, domethënë, duke qenë se nuk e njoh ligjin që ju jep ju të drejta, nuk e di se sa të drejta u jep për sa i përket anës financiare. Në rast se ju prisni një ndihmë financiare, e prisni thjesht nga buxheti i shtetit apo e prisni nga ajo që ne tham nga bashkëpunimi i mirëfillt me pushtetin vendor? Jo, vetëm nga buxheti i shtetit. Me pushtetin vendor në raste studim, në raste emergjente ne i kryejmë me shpenzimet tona, në raste që të duhen studime vet, atëherë të nuk kemi raste emergjente, ne kryejmë studimet aty, por deri tash që ke filluar me qytete më të mëdha ti kryejmë me mundësitë e mjetet tona, por këto studime, duke qenë se financimi është shumë i vogël, zgjathet që kanë kohë sepse do të bëjmë punime, do të bëjmë analizë, do të bëjmë tjera që nuk i përvojnë në anën financiare, e kemi bërë për Beratin, për mbyllur për Beratin, kemi bërë për Durrësin, kemi bërë për Gjirokastër, për Laçin, për Lezhë, kemi bërë për disa qytete të mëdha, studime të tilla. Janë bërë shumë studime për landfillet, për qytetet, se ku do hidhen mbetjet urbane dhe mbetjet e rrezikshme. Për shembull është bërë në Durrës studimi i fuqishëm për helmet që janë në Bregdet, në Porto Romano është bërë shërbimi gjeologjik, u bë nga privati dhe nuk të huajt nuk e pranuan se nuk qenë brenda kushteve. Se e mira e shërbimit gjeologjik është kjo sepse ka njerëzit specialist, ka laboratoret e duhur, ka dhe sondat që mund të bëjë shpimet. Por na konkuron privati, sepse privati duke mos bërë sondën, analizat ato, vë një vlerë të vogël formale dhe privati e josh ai, sepse faktikisht duke bërë sondën, duke bërë analizat, nuk ka se si vjen ai të bëjë një studim te gjeologu inxhinierik te shërbimi gjeologjik shqiptar. Dhe ç'bën ai, gjen një me 200.000 lekë të vjetra. Bën një zgaravin atje, i fotokopion, e mbyll, i fut në dosje, se ç'bëhet, të na ruaj Perëndia, i thon se flasëm me gjuhën popullore tani. Por ne si shërbim gjeologjik shqiptar kemi institucionin e shërbimit gjeologjik shqiptar që në çdo rreth ka specialistë vet, kemi për gjithë jugun gjithë këtë shërbim që instituti ka qenë më i fuqishëm në Shqipëri, si në ana e informacionit, si në ana e studimeve është arshiva më e madhe në Shqipëri, si në ana e specialistëve më të gjithë profesorë, dhe kur vjen puna, studimet i bëjmë privat pas një
nuk kuptoj që po bëhet nga kryetarët e bashkimit. Pas një garanci. Po. Mirë, atëherë duke qenë se jemi në minutat e fundit të emisionit, do doja dy fjalë për ata që na ndjekin, sepse kam përshtypjen që nuk po na ndjekin vetëm qytetarë të thjeshtë, por po na ndjekin ndërtues, specialist gjeolog, drejtues të bashkive apo të komunave. Nuk e di cili do të ishte ai mesazhi që do t'ju dërgonit që nga studia televizion apo dhënë. Mesazhi i parë për mendim është që mos ndërtoni pa bërë studimin gjeologjik. Të gjithë, edhe një fshatar që i bën një shtëpi, edhe një qellë një kashe, mos të bëjë ndërtim pa bërë studimin gjeologjik. E para, e dyta, më takon për ta bërë në me shtëpinë gjeologjik shqiptar i thirrje që nëse doni një studim gjeologjik vërtet me cilësi në kohën e dur, në gjithë parametrat kërkuar sot, drejtojmë shtëpinë gjeologjik sepse do ngelin shumë të kënaqur, qoftë nga kostoja, qoftë nga cilësia e studimit, qoftë nga shpejtësia e studimit. Edhe një them që Shërbimi Gjeologjik Shqiptar është me qenë në rrugën e Kavajës, pranë kishës katolike, jenë mirë pritur të gjithë, ndërkohë edhe në disa rrethet, siç është me qenë në Fier, kemi njësitë tona, në Fier kemi Gjokasë, kemi pastaj në Kosh, Pogadez, me radhë. Po, zoti Qirko, ju do ta kishit më të thjeshtë ta bënit atë mesazhe sepse unë kam të thjesht fare, po duan që kryetarët e bashkive të flën rehat, pa stres. Po duan që ndërtuesit ato vlera që fitojnë në ndërtime t'i gëzojnë dhe të mos kenë stres në të ardhmen, duhet t'i drejtojnë patjetër Shërbimi Gjeologjik Shqiptar që t'ia lënë këtë detyr atij që i takon. Mirë, atëherë s'më mbetet gjë tjetër veç se t'ju falenderoj që u bët pjesë e këtij bashkëbisedimi të ngrohtë, le të themi, por edhe me një mesazh për gjithë audiencën tonë. Ju falenderoj. Faleminderit profesorën dhe shpresoj të shihej prapë në emisione të tjera. Patjetër, është kënaqësi. Shikues të nderuar, ishte gjithçka e përgatitur në këtë mbrëmje. Unë më duhet të falenderoj të dy të ftuarit tan, por duhet t'ju falenderoj juve në veçantë që na ndoqët këto minuta. Bashkëmirupafshim të njëjtën e ardhshme. Qyteti im, shtëpia ime, dialog midis nesh, qytetar, biznesmen, bashki. Vizioni ynë për ta parë Fierin nga kuota të larta qytetërimi. Fieri, qendër urbane me prosperitet ekonomik, hapësira turistike, vlera intelektuale.